Konferenca ndërkombëtare shkencore modelimi sistemeve komplekse dhe inteligjencë artificiale CSMI 2026, e organizuar nga Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit në UAMD, bëri bashkë studiues akademik dhe profesionistë të industrisë për të diskutuar përparimet, trendet dhe sfidat më të fundit në fushat e sistemeve komplekse dhe inteligjencës artificiale. Kjo konferencë organizohet për herë të parë dhe qëllimi primar i saj është të shërbejë si një platformë globale për shkëmbimin e ideve inovative. Synon ndërtimin e urave të bashkëpunimit midis kërkuesve, bizneseve, industrisë lidhur me fushat e inteligjencës artificiale, modelimin e sistemeve komplekse dhe mëtej. Është një konferencë e cila zhvillohet për herë të parë në fakultetin tonë. Gjithsej kemi pasur rreth 457 aplikime në një gjeografi të gjerë, duke filluar nga Gjermania, Greqia, Malta, Nigeria, Zvicra, Shqipëria dhe gjithsej prej tyre janë pranuar për të publikuar 39 artikuj. Kjo konferencë sjell në një hapësirë të përbashkët të studiues, shkencëtar, prezantues të tematikave të ndryshme që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, shkencat kompjuterike, sigurinë kibernetike, të cilat janë tematika të rëndësishme të momentit. Punimet e konferencës i përshëndeti dhe rektori i UAMD-s Shkëlqim Fortuzi, i cili në fjalën e tij e vuri theksin në rëndësinë që ka organizimi i konferencave të tilla, të cilat shërbejnë për shkëmbimin e metodologjive të reja dhe kërkimeve transformuese, që lidhin koncepte teorike me zbatimet në botën reale. Të pranishëm në punimet e konferencës ishin dhe përfaqësues nga revista shkencore Springer, e cila është e indeksuar në Scopus. Është hera e parë që vim në qytetin tuaj të bukur. E kemi planifikuar këtë konferencë shkencore ndërkombëtare vitin e kaluar dhe ndihemi mirë që sot po e konkretizojmë këtë punë voluminoze. Në përfundim të konferencës, 30 artikuj të përzgjedhur nga 457 aplikant nga shumë vende të botës do të publikohen në revistën shkencore Springer.